Ka ndonjë rast kur familjar, vëllezër, motra nuk flasin për një jetë për shkak të një prone të tillë? Patjetër, Të ka bërë përshtypje, çfarë ndjesie të sigurisht, jep? ne patëm në shoqëri të tillë të ashpër. Shiko, prona ka sjell ndofta në momente të keq menaxhimit ose të gjaknxetësisë, ka sjell dhe prishje të marrëdhënieve familjare midis vëllezërve dhe motrave, biles ka sjell në ato raste dhe që ndofta ka sjell vepra penale, plagosje apo vrasje vetëm për shkak të pronave. Pata edhe një rast të fundit të një emigranti nga Fushkruja në Itali, i cili jo vetëm që kishte kontribuar në shtëpinë e tyre 3-4, por nga grindjet apo nga konfliktet që kishin sjell, se fjala nxjerr fjalën pastaj, ai me fjalë çante dhe ëndronte, thoshte paktën të hyt paktën tek shtëpia ime. Ne jo vetëm e zgjidhëm këtë rastin me ndërmjetësim, por rregulluam dhe hëngrëm një drek gjithë, babai me 3 djemë që rregulluam marrëdhëniet midis vëllezërve. Ku qëndronte problem, pra ky donte që të ishte pjesë e shtëpisë pasi kishte kontribuar në të, ndërkohë pjesa tjetër nuk e lejonte apo? Jo, vllai nuk e lejonte sepse gjatë procesit legalizimit ai kishte ndjekur këtë gjithë dokumentat, kështu që dhe momentin që dorëzon dokumentat duhet personit që të jetë vetë. Kështu që ky vllai kishte bërë legalizimin të 3 kateve. Mirë po vëllezërit në këtë rast e mirë besojmë, për shembull tek një vllai vogël, por keqpërdorimi pastaj sjell që e gjithë banesa u legalizu në emër të vllait në kohë kur 2 vëllezërit e tjerë kishin kontribuar në mënyrë financiare, por jo shumë të dokumentuara. Kështu që kjo në mënyrë të pavetëdijshme nga mungesa e informacionit kishte ndodhur apo jo, edhe nga mirëbesimi që ka vllai tek vllai, duke mos bërë dokumentat asnjëherë me shkrim dhe me fjalë. fjalë. Vjen momenti që krijohen këto konflikte. Ne konfliktet pronave kemi pas dhe gjatë periudhës së tërmetit, i cili rrafshoi disa prona të cilët ishin lënë kolateral në bankë dhe nuk ekzistonin më. Kështu që kredia vazhdonte të paguhej, personat nuk kishin shtëpi apo ambiente të biznesit, për cilën paguanin dhe kredi, kështu që kjo ishte një konflikt i madh që ne futëm pastaj në rol edhe bankën, edhe kompaninë e sigurimit, ku ishte bërë sigurimi i kredisë, dhe personat të cilët po pagunin kredi dhe nuk ishin pronë më.